Gazetari nga Shqipëria Mentor Nazarko deklaroi se Shqipëria përparoi drejt Bashkimit Evropian ndërsa Maqedonia e Veriut ka ngecur. Kryeministri Hristijan Mickoski ka hedhur poshtë ndikimin e të ashtu quajturës bota serbe në Maqedoninë e Veriut. Ministri Besar Durmishi ka përsëritur paralajmërimin se do t'i dënojmë tregtarët që rrisin çmimet. Vijon valet të nxehtit deri në mesin e javës së ardhshme, temperaturat janë mbi 40 gradë. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet orës 15:55 në televizionin Shenja. Gazetari nga Shqipëria Mentor Nazarko ka komentuar zhvillimet e fundit në çështjet e integrimeve europiane. Ai ka thënë se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria nisën bashkë këtë rrugë, megjithatë Tirana arriti që të afrohet më shumë me Bashkimin Evropian. Intervistën e plot me gazetarin Nazarko mund ta ndiqni menjëherë pas edicionit të lajmeve të orës 18:55. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria nisën bashkë rrugën e integrimit për në BE, por rrugës u ndan dhe Shqipëria është afruar shumë me BE-n. Sipas gazetarit Mentor Nazarko, përveç reformave që ka bërë shteti shqiptar, kanë ndikuar edhe faktorë të tjerë. Në specialin e ditës në televizionin Shenja, Nazarko u shpreh se në kuptimin gjeostrategjik, Shqipëria fitoi sepse BE synon që të jap mesazhin e qartë të zgjerimit me çdo kusht, ndërsa në pikpamjen e detyrave të shtëpisë për Shqipërinë, theksoi se BE ka pasur konsiderat se Shqipëria nuk ka probleme me bashkëjetesën etnike, nuk ka probleme me reformat e brendshme, apo zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara dhe është i linjëzuar me politikat europiane dhe amerikane. Unë mendoj që Shqipëria është aktualisht më përpara të vendeve të tjera, ndonse në pikpamje të zhvillimit ekonomik apo të prodhimit brendshëm brut apo të disa kushteve të tjera, Shqipëria mund të jetë më mbrapa se sa Serbia. Unë mendoj që në pikpamje të reformave Shqipëria është më përpara tjerë, kështu që ky vendim i Bashkimit Evropian nuk është vendim i mbështetur thjesht vetëm për arsye gjeostrategjike. Duke folur për samitin që u mbajt dje në Shkup, BE Ballkani Perëndimor dhe për pozicionimet e kundërta të Edi Ramës dhe Albin Kurtit në raport me faktorin politik shqiptar, Nazarko thotë se Rama duhet të bashkëveprojë më shumë me faktorin politik shqiptar në pushtet, ndonse siç u shpreh, nuk është sekret privilegjimi që kryeministri i Shqipërisë jep marrëdhënieve me BDI-n. Një që është fakti që Rama duhet megjithatë të bashkëveprojë në mënyrë ose në një tjetër me faktorin shqiptar i cili është i përfshirë qeverisë drejtësisht me Blenin. Imagjinoj që situata e këtyre lirive dhe drejtave themelore të shqiptarëve në Maqedoni do të ishte akoma më e keqe nëse do të ishte shqiptarë në qeverisë. Në ndërkohë kur është vendosur qeveria Mickoski, nuk ka patur kontakte të tilla në format të gjerë, pra kryeministër plus disa ministra me kundërpalën. Ndërsa për planin për zhvillim të Bashkimit Evropian, ai tha se më së shumti mund të përfitojnë Shqipëria dhe Mali i Zi dhe më pak Bosnia-Hercegovina dhe Serbia. Kreu i qeverisë hedh poshtë kategorikisht mundësinë që Maqedonia e Veriut të jetë ndikuar nga e ashtu quajtura bota serbe. Mickoski nuk pret që konstatimi i eurodeputetit Thomas Vajc të futet në ndonjë dokument zyrtar të Bashkimit Evropian. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristijan Mickoski ka reaguar pas deklaratave të eurodeputetit Thomas Vajc, i cili deklaroi se ekziston ndikim i fuqishëm serb në Maqedoninë e Veriut, duke përfshirë këtë çështje në raportin e Parlamentit Evropian mbi Maqedoninë e Veriut. Mickoski e ka hedhur poshtë ndikimin e botës serbe në vend. Unë nuk e kam parë atë raport, kur ta shoh do të komentoj për të. E hedh poshtë një konkluzion të tillë dhe nuk besoj se përmbahet në ndonjë raport zyrtar të BE-s, sepse do të ishte shumë naive.
Nga kontaktet që ka me përfaqësues të lartë të BE-s, shton kryeministi, jo vetëm që nuk ka asnjë kontakt drejt për drejt me një përfundim të tillë, por përkundrazi, ai tha se nëse ka pasur ndonjëherë si ajo iniciativa Ballkani i hapur, të paktën që kur kjo qeveri është në pushtet, nuk ka diçka të tillë. Miskovski tha se kuptimi i gjithë kësaj është humbur nga ajo që mund të shehë. Vendi ka nevojë për regjistrim të popullsisë, por ai nuk duhet të politizohet. Këtë e deklaroi Kristian Miskovski, i cili komentoi vendimin e gjykatës kushtetuese për çështjen e qytetarëve jo rezident. Nëse ajo metodologji duhet të punohet me të dhëna nga viti 2002, deklaroi Miskovski. Kryeministri Kristian Miskovski thot se vendi ka nevojë për regjistrim të popullsisë që të di, siç thot ai, numër real që do t'i mundsoj shtetit që të monitorojë zhvillimet. Megjithatë, Miskovski thot se në asnjë mënyrë regjistrimi nuk duhet të jetë temë politike. Kanë mbaruar temat politike në lidhje me përqindjen, me numrat të drejta e tjerë. Është e drejta arritur dhe përfunduar. Neve na duhet numër i vërtet që ta dim se si zhvillohemi si shtet. Kjo është esenca. Ta dim se me çka posedojmë si shtet dhe kur ta dim. Atëherë mund të marrim drejtim. Unë kur e përmenda regjistrimin elektronik, e përmenda në bazë të pyetjes nga ana e deputetit në Parlamentin e Maqedonisë, që erdhi si rezultat i gjykatës kushtetuese për ta shfuqizuar metodologjinë e regjistrimit të kaluar. Nëse ajo metodologji nuk bën, Miskovski tha se punohet me të dhëna nga viti 2002, sepse siç tha, nëse gjykata kushtetuese e ka shfuqizuar atë metodologji, për momentin punohet me të dhëna 23 vjet të vjetra. Kujtojmë se gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut në qershor të vitit 2025 ka shfuqizuar disa dispozita të kësaj metodologjie që përcaktonin ndarjen e popullsisë në rezidente dhe jo rezident. Keqpërdorimet në regjistrimin e vitit 2021 pritet të jenë subjekt i shqyrtimit në gjykat. Koalicioni Vlen njoftoi se do të dorëzojnë kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike kundër ish udhëheqësisë së Entit Qendror të Statistikës, si dhe personave të tjerë përgjegjës dhe drejtues në kryesi, si ish qeverisë drejtuar nga BDI-ja dhe LSDM-ja. Koalicioni Vlen njoftoi se do të dorëzojnë kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike kundër ish udhëheqësisë së Entit Shtetëror të Statistikës, si dhe personave të tjerë përgjegjës dhe drejtues të kryesisë së ish qeverisë së BDI-s dhe LSDM-s. Gjatë një deklarate për mediat, Fatmir Sabriu nga Vlen ka bërë thirrje që lufta për drejtësi ka filluar dhe se do të vazhdojë deri në fund. Arsyeja për këtë kallëzim penal është dyshimi serioz për marrëveshje politike dhe si pasojë e kësaj falsifikimin e rezultatit të regjistrimit të vitit 2021, me që rast dyshohet se është kryer vepër penale, keqpërdorim i pozitës dhe autorizimit zyrtar. Pasojat e këtij akti janë të thella. Numri i shqiptarëve të paraqitur në shumë fshatra, vendbanime dhe qytete është ulur në mënyrë drastike dhe të vetëdijshme. Me këtë, shqiptarët humbasin shumë të drejta personale dhe individuale të garantuara me kushtetut, siç janë përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, punësimi, përfaqësimi politik dhe barzia gjyqësore. Sabriu gjithashtu theksoi se edhe institucionet janë vënë në pozitë që të marrin vendime për ndarjen e mjeteve dhe fondeve bazuar në të dhëna të gabuara dhe të zvogëluara, me që rast qytetarët në shumë komuna janë dëmtuar. Kërkojmë nga Prokuroria Publike të hetojë këto dyshime. Për më tepër, ditëve të fundit funksionarë të lartë të BDI-s kanë pranuar publikisht se regjistrimi ishte në kuadër të marrëveshjes, çka e përforcon edhe më shumë dyshimin për një skenar politik të gjithë këtij operacioni. Vlen ndërmerr këtë iniciativë në mbrojtje të ligjshmërisë, barazisë dhe pasqyrës reale demografike dhe statistikore të shtetit. Ai shpreson që prokuroria të hapë me njëherë lëndë dhe të sigurojë të gjitha provat materiale, të zhvillojë një hetim të plot, ku thotë se nuk ka kompromis, kur preket dinjiteti dhe numri i popullatës. Ministri Fatmir Limani nuk e përjashton mundësinë që në gara të garojmë në logon e koalicionit Vlen për komunën e Kërçovës. Ai ka thënë se as Kërçova dhe as një komunë tjetër nuk është dëshirë personale, por një realitet i bazuar mbi kërkesën dhe nevojat e qytetarëve.
Ndonse aktualisht mban pozitën e ministrit për politikë sociale, demografi dhe rini, Fatmir Limani nuk e përjashton mundësinë që të garojë nën llogo të koalicionit Vlen për komunën e Kërçovës në zgjedhjet lokale. I pyetur nga televizioni Shenja, Limani tha se emrin e tij në anketa e kanë përfshirë edhe opozita. Thotë se kandidatët e Vlen në të gjitha komunat, jo vetëm në Kërçovë, do të jenë si nevojë dhe kërkesë e qytetarëve e jo si dëshirë personale e Vlenit. Emri im është duke u anketuar, është pjesë përbërëse anketave dhe nga pala tjetër e opozitës, nuk e përjashtoj këtë mundësi, por të gjithë e dim se as Kërçova dhe as një komunë tjetër nuk janë dëshirë e jona personale, por është një realitet i bazuar mbi kërkesën dhe nevojat e qytetarëve. Ashtu si që të vendoset, ashtu edhe do të pronësohemi në fund. Kur jemi të zgjedhjet lokale, mund të potencojmë se koalicioni Vlen do ta mbështes kandidatin e pavarur me ndyqyra për komunën e Strugës. Këtë e ka kumtuar zëvendës kryeministri Arben Fetai, i cili e ka vlerësuar si të qelluar kandidimin e qyrës dhe ka thënë se beson fuqishëm se ai edhe do ta fitojë garën në qytetin Buzliqenit. Drejtuesit qeveritar edhe një herë kanë paralajmëruar tregtarët që të mos shtrejtojnë çmimet pa kriter. Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi deklaroi se janë duke pritur raportin për çmimet edhe për muajin qershor, i cili përgatitet nga enti shtetëror i statistikave. Nëse konstatohet rritje enorme e çmimeve të produkteve ushqimore, do të marrim masa më rigoroze, deklaroi Durmishi. Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi duke folur për të dhënat e fundit të Inspektoratit Shtetëror të Tregut për rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore. Paralajmëroi masa rigoroze për tregtarët nëse siç thai, pas publikimit të dhënave nga enti shtetëror i statistikave, konstatohet se rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka vazhduar edhe në muajin qershor me tempon e njëjtë si në muajin maj. Ditëve në vijim presim që të na vijë raporti për çmimet edhe për muajin qershor, i presim edhe të dhënat nga enti shtetëror i statistikave. Kur do t'i bashkojmë të dhënat nga ato dy palët, do të analizojmë se si kanë qenë veprimet e shitësve, prodhuesve dhe distributorëve, por e përsëris se nëse konstatohet rritje enorme e çmimeve të produkteve ushqimore, do të marrim masa më rigoroze, ose do të shkojmë me përqindje më të ulët të kufizimit, ose do të përfshijmë të gjitha produktet. Durmishi më tej tha se gjatë muajit maj të dhënat e Inspektoratit Shtetëror kanë treguar se çmimet janë rritur nga 3% deri në 25%. Tek produktet të cilët kemi pasur marrë kufizuese deri në 5%, çmimet janë rritur nga 3 deri në 7%. Produktet që kanë pasur marrë deri në 10%, si mishi, sheqeri dhe të tjera, rritja ka qenë nga 10 deri në 15%, dhe produktet që kishin marrë prej 15%, si pemët dhe perimet, rritja e çmimit është bërë nga 15 deri në 25%. Nëse kjo rritje vazhdon edhe në qershor, do të marrim masa më rigoroze për tregtarët, prodhuesit dhe distributorët, të cilët kanë vepruar në mënyrë të paarsyeshme, duke rritur çmimet në mënyrë enorme, tha Durmishi. Ministri i Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë Fatmir Limani ka deklaruar se procedura për hapjen e qerdhes në Çajir është në fazën e fundit. Ai gjithashtu ka njoftuar se deri në fund të vitit 2025 do të hapen mbi 11 objekte të reja me kapacitete me mbi 1100 fëmijë. Edhe pse nuk është hapur zyrtarisht, Ministri i Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë, Fatmir Limani, e cilëson punë të kryer çështjen e qerdhës që pritet të hapet në Çajir, njoftoi se qerdhja e Çajirit ka kapacitet dhe do të pranojë 350 fëmijë, ndërkaq tha se deri në fund të këtij viti do të hapen edhe 11 objekte të reja për kujdes të fëmijëve. Aktualisht janë përfunduar mbi 15 projekte për ndërtimin dhe pajisjen e kopshteve që do të ofrojnë për kujdesje për 1500 fëmijë, shtuar qerdhen në Çajir me kapacitet 350 fëmijë. Deri në fund vitit 2025 do të hapen mbi 11 objekte të reja me kapacitete me mbi 1100 fëmijë. I pyetur nga televizioni Shenja se deri ku konkretisht ka arritur procedura për hapjen e qerdhës në Çajir, Limani tha se ka mbetur vetëm që komisioni nga Ministria e tij të konfirmojë nëse objekti përmbush kushtet, pas çka do të pasojë edhe hapja zyrtare.
Çështja e qerdhës në Çajir është në fazën e fundit. Duhet komisioni i Ministrisë të dalë të bëjë verifikimin e asaj e plotësohen kushte ose jo, bazuar në raportin cilin ne i kanë dërguar atë, dhe me këtë do të bëhet edhe hapi i fundit për të hapur ajo si qerdhë. Ndërtimi i qerdhës në Çajir ka filluar nga përbërja e qeverisë së kaluar. Hapja e saj është shtyrë disa herë. Në prononcimin e fundit për televizionin Shenja, kryetari aktual i Çajirit kishte thënë se hapja do të bëhej në fund të muajit maj. Megjithatë, edhe kjo nuk ndodhi. Ministri i Transformimit Digital, Stefan Andonovski, njoftoi se do të hapen terminale shërbimesh ku qytetarët do të kenë qasje në shërbimet bazë, si dhe ligj për qasjen e personave me aftësi të kufizuara në faqet e internetit dhe aplikacionet mobile të institucioneve. Andonovski tha se brenda një viti ka 120 shërbime të reja digjitale dhe se me këtë turmat në sportele janë zvogluar. Numri po rritet nga 1.000 në 6.000 transaksione në muaj dhe kjo tregon qartë se njerëzit përdorin shërbime elektronike shumë më tepër se sa i kanë përdorur në të kaluarën. Në të njëjtën kohë mund të vërej se turmat në sportele, të paktën në drejtorinë e librave am, nuk janë asgjë në krahasim me atë që ishin vitin e kaluar. Detyra jonë është të transferojmë të gjitha shërbimet nga kjo zyrë, siç janë dasmat, regjistrimit të porsalindurve, madje edhe saktimi i dasmave në portalin kombëtar uslugi.gov.mk. Në programin e partisë kemi premtuar se një nga shërbimet e para që do të jetë i madh dhe i digitalizuar është regjistrimi i një të porsalinduri dhe deri në fund të vitit do ta zgjidhim atë, tha Andonovski. Ministri theksoi se po punohet për një aplikacion qeveritar që do të jetë aplikacion për të gjithë qytetarët, në të cilin do të ketë qasje në të gjitha shërbimet e ofruara nga portali kombëtar. Në ndikimin e një mase të ngrohtë ajri nga jugu, nga nesër deri në mesin e javës së ardhshme, moti do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Temperaturat ditore kudo do të jenë mbi 30 gradë Celsius, ndërsa vende do të kalojë 40 gradë. Informoi sot Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike. Të diela në orët e pasdites dhe të mbrëmjes do të ketë kushte për vranësira lokale të paqëndrueshme me shi të rrëmbyeshëm dhe bubullima. Instituti i Shëndetit Publik këto ditë ka dalë me rekomandime për mbrojtjen e të moshuarve nga moti i nxehtë. Bëhet apel që të moshuarit të shmangin ekspozimin në diell si dhe punën në ambient të hapur në periudhën nga ora 11 dhe 17. Të veshin rroba pambuku të lehta me ngjyrë të qelta, syze dielli mbrojtëse, kapel me stret të lartë dhe stret të gjerë dhe krem mbrojtës nga dielli me faktor 30+. Kur ekspozoheni në diell, të pihet ujë më shumë se zakonisht. Rekomandohet të evitohet përdorimi i sobave, furrave dhe pajisjeve të ngjashme në periudhën nga ora 11 deri në orën 17. Dy persona kanë humbur jetën si pasojë e një zjarri të madh në rajonin e Katalonjës në Spanjë, i cili tashmë është vënë kryesisht nën kontroll, ndërsa Evropa po përballet me një val të fortë të nxehtësisë. Zjarri shpërtheu të martën në një zonë bujqësore në Torrefeta, duke përfshirë rreth 40 kilometra dhe duke shkatërruar disa ferma, njoftuan zjarrfiksit. Zjarri ishte jashtëzakonisht i rëndë dhe i çrregullt për shkak të stuhive dhe erave të forta, duke ndërlikuar përpjekjet e shuarjes, than autoritetet. Në mes të kësaj situate të tensionuar, Agjencia Meteorologjike Spanjolle AEMET paralajmëroi për stuhi dhe era të forta në pjesën më të madhe të Gadishullit Iberik. Ndërkohë, temperaturat e larta vazhdojnë të shkaktojnë alarm në të gjithë Evropën. Disa zona regjistruan nivele historike maksimale në qershor, përfshirë 46 gradë Celsius në Huelva, Spanjë, sipas agjencisë kombëtare. Në Francë, Meteo France vendosi 84 departamente në një alarm portokalli të hënën dhe disa nën të kuq të martën, duke e quajtur situatën të paprecedent.
Kulla Eiffel u mbyll, shkollat u mbyllën dhe në Paris u vendosën kufizime për ndotjen. Spanja arriti rekord të temperaturave prej 46 gradë Celsius në qershor, ndërsa Italia dhe Portugalia përballen me nxehtësi ekstreme dhe përmbytje. Përfaqësuesi i përhershëm i Kinës në Kombet e Bashkuara Fukong deklaroi se paqja e përhershme në Gaza nuk mund të sigurohet me rrugë ushtarake, transmeton Anadolu. Në fjalimin e tij në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, Fuj u drejtua konflikteve intensive në rajon dhe tha se vuajtjet e popullit palestinez po rriten. Duke deklaruar se lindja e mesme është në trazira serioze, Fu tha se ne i bëjmë thirrje Izraelit që të ndalojë menjëherë të gjitha operacionet ushtarake në Gaza, duke vënë në dukje se katastrofa humanitare në Gaza është në një nivel kritik. Fu u shpreh, vendet me ndikim të rëndësishëm mbi palë duhet të ndërmarrin hapa efektiv për një anëpushim. Përfaqësuesi i përhershëm i Kinës në OKB ju drejtua Izraelit, të cilin e përshkroi si një fuqi pushtuese dhe bëri thirrje për heqjen e menjëhershme të blokadës në Gaza dhe sigurimin e qasjes së plot humanitare. Duke vënë në dukje se Izraeli mbylli një sy ndaj dhunës së kolonave në bregun perëndimor, Fu tha se këto shkatërrojnë themelet e një shteti të pavarur palestinez. Fu tha gjithashtu se komuniteti ndërkombëtar duhet të ofrojë mbështetje dhe garanci të përbashkët për avancimin e procesit politik të një zgjidhjeje me dy shtete. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, njëherësh kryeministër në detyrë i Kosovës Albin Kurti, është zotuar se do të bëjnë çmos për konstituimin e Kuvendit të Kosovës në afatin e saktuar nga gjykata kushtetuese, jo më larg se 26 korrik 2025. Pas takimit 2 orësh të Kurtit me presidenten Vjosa Osmani në zyren e presidentes në Prishtinë, Kurti në një deklarim për media tha se me presidenten Osmani zhvilluan bisedë në dritën e aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, e cila ka kushtëzuar që legjislatura e 9 e Kuvendit të Kosovës të formohet jo më vonë se 26 korrik. Do të bëjmë çmos që në frymën e bashkëpunimit me konsultime të dendura konstruktive dhe gjithashtu me idenë e konsensusit apo kompromisit ta realizojmë këtë gjë, në mënyrë që më pastaj të kalojmë te formimi i qeverisë së re që i përgjigjet Kuvendit të ri të Republikës, ka thënë Kurti. Ai bëri të ditur se në takim me Osmanin kanë diskutuar të gjitha elementet përbërëse të procesit dhe presidentja pas këtij takimi do të vijojë me takime edhe me përfaqësues të partive tjera politike për të vlerësuar a kanë bërë dhe sa kanë bërë përparim. Shikues të nderuar, këtu shënojmë përfundimin e këtij edicioni informativ, ndërsa bashkë do të takohemi sërish në edicionin qendror të lajmeve. Deri atëherë, mirupafshim.